Me rastin e 22 nëntorit, ditën e alfabetit të gjuhës shqipe, krerët e shtetit dhe të politikës në Maqedoninë e Veriut kanë përcjell urimet e tyre për këtë datë me peshë historike. Në mesazhet e tyre, ata theksuan rolin vendimtar të Kongresit të Manastirit dhe rëndësinë që kjo trashëgimi kulturore ka për shqiptarët dhe për mozaikun multietnik të vendit. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova uroi bashkëqytetarët shqiptar duke theksuar se këtë ditë e përshëndet me respekt të veçantë, si një simbol të fuqishëm të përpjekjes për arsim dhe edukim. Para 117 vjetësh alfabeti unifikuar nisi rrugtimin e tij nga Kongresi i Manastirit si kodi më i rëndësishëm i komunikimit për një popull. Sot duhet të kujtojmë se gjuha dhe shkrimi janë vlera themelore që formojnë identitetin kolektiv dhe forcojnë lidhjen shpirtërore mes brezave. Kryeparlamentari Afrim Gashi theksoi se kjo ditë shënon një nga momentet më të rëndësishme të historisë kombëtare, kur u vendosën themelet e alfabetit të unifikuar, duke forcuar gjuhën shqipe si simbol të bashkimit dhe identitetit. Si kryetari i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, ku shqiptarët janë popull shtetformues dhe ku gjuha është vlerë garantuar kushtetuese, e cilësoi gjuhën shqipe një element të pazëvendësueshëm të kohezionit tonë shoqëror. Ndërkaq nuk munguan as urimet e partive politike, nga ku vlen shprehet se kjo ditë është një nga ngjarjet më të mëdha kulturore, arsimore dhe kombëtare të historisë sonë. Dita e alfabetit është gurthemeli i identitetit ton kombëtar. Më 22 nëntor 1908, në Manastir, rilindasit shqiptar vendosen jo vetëm rregullimin e alfabetit, por drejtimin strategjik të kombit shqiptar, ecjen krah për krah me popujt evropian, forcimin e kulturës, arsimit dhe vetdijes son kombëtare si bazë për lirinë politike dhe zhvillimin shoqëror. Po ashtu, edhe kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, ka uruar shqiptarët në vend, rajon dhe mërgat, me rastin e ditës së alfabetit dhe përvjetorit të Kongresit të Manastirit. Në këtë përvjetor të Kongresit të Manastirit dhe të ditës alfabetit, ta përkujtojmë veten tonë që gjuha bashkon popullin dhe që përgjegjësia jonë për gjuhën tonë është e rëndësisë më të madhe. Lidhja e Prizrenit më 1878, Kongresi i Manastirit më 1908 dhe Dita e Flamurit më 1912 janë tre shtyllat qendrore të kombit shqiptar. Urimet për këtë ditë ishin të shumta, duke rikujtuar se dita e alfabetit mbetet një prej simboleve më të forta të identitetit dhe unitetit të shqiptarëve.